Gheorghe Simion, kreu i Aleancës së Ekstremit të Djathtë në Rumani, njoftoi se do të apelojë rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të 18 majit, pavarësisht se në fillim pranoi humbjen ndaj kandidatit pro-BE-s Nikos Ordan. Nejustificată, care nu se baza pe dovezi. Unë zyrtarisht i kërkoj gjykatës kushtetuese të anullojë zgjedhjet presidenciale rumune për të njëjtat arsye për të cilat u anulluan zgjedhjet e dhjetorit, ndërhyrje të jashtme nga aktorë shtetror dhe jo shtetror, shkroi Simion në rrjetin social X. Simion citoi një postim nga shefi ekzekutivi i aplikacionit Telegram, rusi Pavel Durov, i cili pretendoi se një qeveri e Europës perëndimore i kërkoi kompanisë të kufizonte zërat konservatore në Rumani. Dëshmia e themeluesit të Telegram është treguesi i qartë. Unë kërkoj dëshminë e tij para se zgjedhjet të njihen si të vlefshme, deklaroi Simion, duke akuzuar gjithashtu Moldavin për lehtësimin e turizmit zgjedhor, që i solli padrejtësisht dobi kundërshtarit të tij. Zgjedhjet e mëparshme presidenciale të Rumanisë të mbajtura në fund të vitit 2024 u anulluan nga gjykata kushtetuese pas provave të manipulimit të huaj, duke përfshirë fushata dezinformuese pro-ruse. Atë votim e fitoi kandidati populist Kalin Georgescu, i cili promovoi hapur teoritë e konspiracionit dhe përshkroi Ukrainën si një shtet imagjinar. Dan, kryetari i Bashkisë së Bukureshtit, siguroi 53.6% të votave në balotazhin e së dielës, përballë 46.4% të votave të Simion, sipas autoritetit zgjedhor të Rumanisë. Rezultati sinjalizon një refuzim të platformës nacionaliste anti-Ukrainë të Simion dhe vjen teksa në Rumani po diskutohet shumë mbi ndikimin e huaj në politikën rumune.